Teksa pak ditë më parë u përplasën në distancë në lidhje me një protestë që u zhvillua në Tiranë për ish liderët e UÇK-s, kryeministri Edi Rama është takuar me homologun e tij kosovar Albin Kurti. Kryeministri shqiptar shfaqet afër Kurtit në një pritje për udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor në prag të samitit të procesit të Berlinit që u mbajt dje në Londër. Në foto shihet edhe mbreti Charles i Britanisë së Madhe që takohet me kryeministrin kosovar Albin Kurti dhe kryeministrin shqiptar Edi Rama. Në këtë samit marrin pjesë liderët e Shqipërisë, Kosovës, Serbisë, Malit të Zi, Bosnjë-Hercegovinës dhe Maqedonisë së Veriut, si edhe përfaqësues të vendeve të BE-s dhe të Britanisë së Madhe, e cila këtë vit ka kryesinë e procesit. Për herë të parë në këtë format merr pjesë edhe kancelari gjerman Friedrich Merz. Qeveria gjermane konsideron procesin e Berlinit si një histori suksesi, thuhet në një njoftim zyrtar në prag të samitit të Londrës. Qeveria gjermane do ta vazhdojë këtë proces si pjesë e angazhimit të saj për Ballkanin Perëndimor në rajon me rëndësi strategjike për Evropën, thuhet në njoftim.